Ekspozita me fotografi nga xhamitë e shkatruara gjatë luftës në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë është hapur gjatë ditës së sotme në qytetin e Mitrovicës. Përmes fotografive edhe në këtë qytet, po dokumentohen dëmet ndaj objekteve fetare islame gjatë viteve të 90-ta, duke sjellë dëshmi vizuale të shkatrimeve të planifikuara të trashëgimisë fetare dhe kulturore. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Mifti Junaj Efendi Tërnava, tha se armiku i përbashkët i Kosovës dhe i Bosnjës kishin për qëllim që përmes një gjenocidi të organizuar të shkatrojnë jo vetëm këto dy popuj, por kishin për qëllim edhe zhdukjen e identitetit fetar dhe kulturor. Sikur të ishim kthyer dhe të shikonim këto xhami kështu. Këto flasin vetë. Këto flasin dhe zëri i tyre kumbon. Por në pamundësi që dëgjojmë këto sikur na thonë, ja se çfarë vepruan barbarët me ne. Por ne ju kemi besatu këtyre se do t'i rindërtojmë dhe do t'i bëjmë. Dhe palë t'i popullit mrekullueshëm, i rindërtuam edhe më të mira se që i kishim. I bëm edhe më të mira dhe do t'i bëjmë edhe në të ardhmen. Po armend këtu dhe xhamia Ibrit që me emrin e Zotit vetëm ajo ka mbet e parë ndërtuar nga xhamitë e shkatruara. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Fatan Peci, tha se përmes kësaj ekspozite po dëgjohet zëri i një krimi të organizuar, si ndaj njerëzve, ashtu edhe ndaj kulturës dhe trashëgimisë sonë. Çdo imazh para nesh është dëshmi e një kohe të errët, kur dhuna nuk synonte vetëm jetën e njerëzve dhe qytetarëve të pafajshëm, por dhe shpirtin e një populli të tërë. Gjatë luftës në Kosovë, sikurse më herët edhe në vendet e tjera, sikurse është Bosnja dhe Hercegovina, krahas krimeve ndaj civilëve u zhvillua edhe një përpjekje sistematike për të ndrydhur ndjenjat e një populli shumicë. Xhamitë e shkaktruara e më pas edhe të rrafshuara me tokë nuk ishin thjesht ndërtesa prej guri ose prej tullash, ato ishin vendje ku qytetarët luteshin, ishin vend bashkimi, edukimi dhe kujtese kolektive. Historiani Enis Kelmendi theksoi se shkatrimi i objekteve fetare në rajon nuk ishte i rastësishëm, duke përmendur se në Kosovë dhe në Bosnjë e Hercegovinë afër 80% e xhamive u dëmtuan ose u rrënuan gjatë luftës. Qëllimi i kahershëm ishte ai që sipas politikës panslaviste nga dishulli ballkanik në kuadër të Evropës duhej patjetër të takonte të krishterëve, edhe veçanërisht rol të madh këto lujti kishte autocefale serbe. Andaj edhe këto toka konsideroheshin kënse si e drejtë fundamentale e popullit serb. Shkatrimi i trashëgimisë islame boron nga shekujt e mëhershëm, kur dihet se pas vitit 1878, kur de facto Serbia njihet si shtet i pavarur dhe fillon spastrimi etnik, nga Beogradi nishi për kupla Kurshumlia, atëherë vërim se si zhduken të gjitha xhamit ku siç dëshmon dokumentacioni arkivor, vetëm qytetin e nishit ishin 24 xhami. Në këtë ekspozitë morën pjesë përfaqësuesit më të lartë të komunës së Mitrovicës, përfaqësues të organeve të sigurisë vendore dhe ndërkombëtare, imam si dhe një numër i konsideruar i qytetarëve. Ekspozita do të qëndrojë hapur për publikun e Mitrovicës për 3 ditë me radhë, po aq sa ishte hapur edhe në disa qytete të tjera të Kosovës ku u promovua kjo ekspozitë.